Nëse keni dhimbje barku vazhdimisht urgjent shkoni tek mjeku. Dhimbja e përsëritur e barkut mund të tregojë një sër problemesh të shëndetit fizik dhe mendor. Megjithatë, disa lloje të dhimbjeve të barkut shfaqen papritur dhe mbeten konstante, dhe kushtet që shkaktojnë këtë dhimbje mund të jenë apendiciti, divertikuliti, gurët në veshka, lëndimi i barkut. Këto janë vetëm disa shembuj nga një listë gjatë të kushteve të vogla dhe serioze. Por çfarë do të thotë kur kemi dhimbje barku të përsëritura? Sërish, lista e fajtorëve është e gjatë, ku mund të përmendim gurët në tëmbë, depresioni, kapsllëk, merak, infeksioni i traktit urinar, stresi, refluksi gastroezofageal, sindromi i zorrës së irrituar, kistet e vezoreve, hernia, koliti ulceroz, ulcera peptike. Por në fakt, e mira është që nëse dhimbja nuk largohet dhe ajo kthehet përsëri dhe përsëri, ju duhet të shkoni me patjetër tek mjeku.